Mbrojtësi i kombëtares shqiptare Adrian Bajrami është bërë të mërkurën protagonist me fanellën e Benficës për të ndihmuar skuadrën e tij të shkojë në finale. Në ndeshjen e kthimit të gjysmëfinaleve të kupës mes Benficës dhe Tirsenses, ai është rreshtuar si titullar nga trajneri i Benficës dhe ka lënë shenjë jo vetëm me lojën në qendër të prapavijës, por edhe duke shënuar një nga golat e sfidës. Në minutën e 74 pas një goditje nga këndi Bajrami ishte ai i cili shtyu sferën në rrjet duke çuar rezultatin në 2-0 për ekipin e tij që kishte vendosur në kasafort gjithçka që në ndeshjen e parë të fituar 5-0. Këtë sezon Adrian Bajrami ka luajtur vetëm një ndeshje në kampionat me klubin e madh portugez, ndërsa në kupë ka luajtur 3 ndeshje deri tani.